Horoskopi ditor, 6 Mars. Vendime të qarta dhe sinjale që nuk duhen injoruar. Një situatë që dukej e vogël mund të marrë peshë të papritur. 6 Marsi nuk është ditë për shpërqendrim. Është ditë për të vëzhguar, për të dëgjuar dhe për të kuptuar çfarë po lëviz në heshtje. Një bisedë, një ofertë ose një ndjenjë e fortë mund të bëhet pika e kthesës. Mos u nxit. Kupto sinjalin. Sepse për disa prej jush, kjo ditë hap një drejtim të ri. Dashi. Vendosmëria është në rritje dhe një situatë kërkon reagim të qartë. Në dashuri, një bisedë mund të sjellë qartësi që e prisje prej kohësh. Nëse je në lidhje, komunikimi i drejt për drejt forcon besimin. Nëse je vetëm, një person mund të shfaqë interes të hapur. Në punë, një mundësi kërkon veprim të shpejtë por të menduar. Mos u nxit nga emocionet. Financat kërkojnë disiplinë dhe kontroll. Kjo është ditë për të marrë drejtimin, jo për të pritur që të tjerët të vendosin. Instinkti yt është i fortë. Beso tek ai dhe vepro me maturi. Demi. Qetësia jote teston durimin e të tjerëve, por sot kërkohet fleksibilitet. Në dashuri, një situatë që dukej e paqartë fillon të qartësohet. Nëse je në lidhje, mund të diskutohet për stabilitet dhe plane konkrete. Nëse je vetëm, një njohje e re vjen gradualisht. Në punë, analiza e kujdesshme të jep avantazh. Mos prano oferta pa i shqyrtuar mirë. Financat përmirësohen përmes organizimit. Kjo është ditë për të ndërtuar bazë të fortë, jo për lëvizje të nxituara. Një vendim i qetë sot krijon siguri për ditët në vijim. Binjakët. Një mesazh ose informacion i papritur ndryshon rrjedhën e planeve. Në dashuri, komunikimi i hapur sjell afrimitet. Nëse je në lidhje, një diskutim i sinqert krijon stabilitet. Nëse je vetëm, një person mund të afrohet përmes rrjeteve sociale. Në punë, idetë kreative marrin vëmendje. Mos e nënvlerëso aftësinë për të bindur. Financat kërkojnë strategji dhe kujdes me shpenzimet e vogla. Kjo është ditë për të lëvizur me zgjuarsi dhe jo për të reaguar impulsivisht. Një zgjedhje e menduar mirë hap mundësi të reja. Gaforja. Një ndjesi e brendshme të paralajmëron të mos injorosh një situatë emocionale. Në dashuri, nëse je në lidhje, kërkohet sinqeritet dhe qetësi për të shmangur keqkuptimet. Nëse je vetëm, një person nga e kaluara mund të rikthehet me mesazh të papritur. Në punë, fokusohu tek prioritetet dhe mos u përfshi në drama të panevojshme. Financat kërkojnë kujdes dhe shmangje të shpenzimeve impulsive. Kjo është ditë për të vendosur kufi dhe për të mbrojtur energjinë personale. Një vendim i qetë sot krijon stabilitet për ditët në vijim. Mos u frikso të thuash atë që ndjen. Qartësia sjell paqe. Luani. Vëmendja drejtohet tek ti dhe kërkohet maturi në reagime. Në dashuri, nëse je në lidhje, një surprizë e vogël forcon lidhjen. Nëse je vetëm, një person me energji të fortë mund të shfaqet papritur. Në punë, një situatë kërkon leadership dhe vendim të shpejtë. Mos lejo krenarinë të ndikojë zgjedhjet. Financat përmirësohen nëse shmang rrezikun impulsiv. Kjo është ditë për të ndërtuar reputacion dhe stabilitet. Një zgjedhje e menduar mirë hap rrugë për avancim. Qëndroj fokusuar dhe mos reagoni emocionalisht. Virgjëresha. Detajet bëhen të rëndësishme dhe kërkojnë analizë të kujdesshme. Në dashuri, nëse je në lidhje, një bisedë e qetë krijon siguri. Nëse je vetëm, një njohje serioze mund të fillojë gradualisht. Në punë, një ndryshim i vogël në plan sjell rezultat më të mirë. Mos kërko perfeksion absolut. Financat kërkojnë organizim dhe disiplinë. Kjo është ditë për të ndërtuar bazë të qëndrueshme. Një vendim i arsyeshëm sot krijon stabilitet për javën. Mos e nënvlerëso fuqinë e hapave të vegjël.
Konsistenca sjell sukses. Peshorja. Balanca mes zemrës dhe arsyes kërkon vëmendje serioze. Një situatë në marrëdhënie mund të arrijë pikë vendimtare. Nëse je në lidhje, një bisedë e sinqertë rikhthen besimin dhe qartësinë. Nëse je vetëm, një person nga rrethi social mund të tregojë interes real. Në punë, një bashkëpunim kërkon kufi të qartë dhe pozicionim të matur. Mos u përpiq të kënaqësh të gjithë. Financat kërkojnë organizim dhe shmangje të shpenzimeve të panevojshme. Kjo ditë favorizon zgjedhje të balancuara dhe vendime të menduara mirë. Një hap i qartë sot krijon stabilitet për ditët në vijim. Qëndro i drejt me veten. Akrepi. Intuita bëhet shumë e fortë dhe zbulon një të vërtet të vogël por të rëndësishme. Në dashuri, nëse je në lidhje, një moment emocional sjell afrim dhe qartësi. Nëse je vetëm, një person me energji të thellë mund të tërheqë vëmendjen. Në punë, një informacion i fshehur del në dritë dhe të jep avantazh. Financat kërkojnë strategji dhe kontroll të kujdesshëm. Mos reagoj impulsivisht ndaj provokimeve. Kjo është ditë për transformim të qetë dhe vendime të forta. Një zgjedhje e guximshme sot hap rrugë për stabilitet më të madh. Beso tek instinkti dhe mos e injoro paralajmërimin e brendshëm. Shigjetari. Lëvizja dhe dëshira për ndryshim janë të theksuara. Një mundësi për zhvillim personal ose profesional mund të shfaqet papritur. Në dashuri, nëse je në lidhje, një plan i përbashkët sjell energji pozitive. Nëse je vetëm, një njohje spontane mund të fillojë. Në punë, një ide kreative të vendos në pozicion më të fortë. Financat kërkojnë planifikim dhe disiplinë. Mos merr vendime të nxituara vetëm nga entuziazmi. Kjo ditë favorizon optimizmin e kontrolluar dhe zgjerimin gradual. Një vendim i menduar mirë sot krijon drejtim të ri për javën. Qëndro i hapur ndaj mundësive të reja. Britsjapi. Fokusi dhe përgjegjësia marrin përparësi dhe një situatë kërkon vendim të qartë. Në dashuri, nëse je në lidhje, një bisedë serioze krijon siguri dhe stabilitet. Nëse je vetëm, një person me qëllime të qarta mund të afrohet përmes punës. Në karrierë, një projekt hyn në fazë të rëndësishme dhe kërkon disiplinë maksimale. Mos e shty atë që duhet përfunduar. Financat përmirësohen përmes planifikimit dhe kontrollit të kujdesshëm. Kjo është ditë për hapa të matur dhe jo për rrezik të panevojshëm. Një vendim i menduar mirë sot krijon bazë të fortë për ditët në vijim. Qëndro i fokusuar dhe vepro me maturi. Ujori. Një ide e re mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë. Në dashuri, nëse je në lidhje, komunikimi i hapur sjell energji të freskët. Nëse je vetëm, një person i veçantë mund të shfaqet papritur. Në punë, kreativiteti të jep avantazh dhe hap mundësi të reja. Mos ndiq mendimin e turmës nëse ndjen se diçka nuk përputhet me vizionin tënd. Financat kërkojnë organizim dhe kujdes me shpenzimet impulsive. Kjo ditë favorizon mendimin ndryshe dhe vendimet autentike. Një zgjedhje e guximshme sot krijon ndryshim pozitiv për javën. Beso tek intuita dhe mos hezito të veprosh. Peshqit. Ndjeshmëria është e theksuar dhe të ndihmon të kuptosh realitetin me qartësi. Në dashuri, nëse je në lidhje, një moment i qetë forcon lidhjen dhe krijon besim. Nëse je vetëm, një njohje e re mund të lindë përmes një situate të papritur. Në punë, një projekt kreativ merr vëmendje dhe mund të sjellë rezultate pozitive. Financat kërkojnë kujdes dhe shmangje të shpenzimeve të panevojshme. Kjo është ditë për reflektim dhe vendime të qeta. Mos u nxit nga emocionet e momentit. Një zgjedhje e vetëdijshme sot krijon stabilitet për ditët në vijim. Qëndro i qetë dhe beso tek procesi. Nëse ky mesazh rezonon me energjinë tënde, shkruaj në koment. Zgjedh qartësinë.
Mbështete kanalin me një like për të përhapur këtë mesazh. Abonohu dhe aktivizo për të mos humbur parashikimet ditore dhe javore. Shpërndaje këtë video me dikë që ka nevojë për këtë sinjal.